besimi se vetëm Allahu Azza wa Jall meriton të adhurohet me merit dhe nuk meriton të adhurohet me të askush tjetër. Nuk i bet ortak Allahut Azza wa Jall në adhurim. Andaj këtu mushrikët e Mekës kishin ngecur dhe nuk e kishin pranuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye Allah Azza wa Jall për ta shprehur këtë bazë të besimit në të e ka shprehur në shumë ajete kuranore ku thot wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a, dhe adhurojeni Allahun Azza wa Jall dhe mos i bëni shok atij. Gjithashtu Allah Azza wa Jall na ka treguar se qëllimi i krijimit të njerëzve dhe gjinëve është tauhidi uluhia, adhurimi Allahut Azza wa Jall. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dhe nuk i krijova as gjenet as njerëzit për ndonjë gjë tjetër përveç se të më adhurojnë, pra ta realizojnë tauhidin, njëshmërinë e Allahut Azza wa Jall në adhurim. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e dërgon Muadhin në Yemen, i thot Muadhit radiallahu anhu, i thot o Muadh, i thot a e din se çfarë haku ka Allah Azza wa Jall prej robërve të tij? Pra cili është haku i Zotit nga robërit e tij që ne duhet ta realizojmë pra ndaj tij, është që ta adhurojnë atë dhe mos t'i bëjnë shok atij. E a din o Muadh se cili është haku i njerëzve ndaj Allahut Azza wa Jall? Çfarë haku kanë njerëzit në raport me Allahun Azza wa Jall, pra që Allahu duhet ja realizojë atyre? Thot Allahu dhe pejgamberi i tij e din, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam an la yu'adhibahum. Haki i Zotit është që kur ata adhurojnë atë dhe si bëjnë shok atij, haki i Allahut, e drejta e Allahut dhe obligimi i Allahut është që Allahu mos më i dënuar ata në botën tjetër. Allahu mos më i dënuar ata në botën tjetër. Andaj nëse realizohet tauhidi uluhia, atëherë realizohet pra mosdënimi i Allahut subhanahu wa taala dhe hyrja në xhenet. Për këtë arsye, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu i thot Muadhit të nderuar vëllezër, kur e dërgon në Yemen, thot falyakun awwalu ma tad'uhum, letjet ajo e para çka ti do t'i thrasësh ata, an yuwahhidu Allah Azza wa Jall, që ta njësojnë Allahun Azza wa Jall në adhurim dhe të mos e shoqërojnë atij shok. Andaj ky pra është tauhidi uluhia që e kanë cekur dietarët islam.